Protesta do t'jetë paqësore. Ne garantojmë se nuk do ketë probleme që të cenojnë në shkallën më të vogël sigurinë e dinjitarëve që vinë, por duam që ata ta mësojnë se kanë qenë të ftuar nga një narkodiktator që nuk njeh ligj as moral për votën dhe vullnetin e qytetarëve të tij. Po. Zoti Berisha, Isa Myzyra nga Ora News. Protesta e datës 16, cila është thirrja kryesore e protestës? Është përsëritja e zgjedhjeve, zgjedhjet të qeverisë teknike, apo cila është thirrja kryesore, pyetja e parë? Tani, siç i shifni dhe po i ndiqni dhe unë e përgëzoj mediat për raportet që kanë bërë, disa prej tyre shumë të çmuara dhe shumë të guximshme. Ne nuk bëhet fjalë kurrë që të pajtohemi me këtë zgjedhje. Jo, harroj kush. Ne kemi bërë gjithçka në përputhje me ligjin, sa na takonte ne si opozitë, që Shqipëria të ketë zgjedhje. Tani opozita ka detyrat që do t'i përmbush me shumë dinjitet, me shumë vendosmëri. Protesta e datës 16 është një protest në emër të një populli që votën ja dikton revolja pas kokës, siç ka ndodhur në Peshkopi. Që votën ja dikton Poja, ja dikton Suelçela, ja dikton Blendi Xhabafti, ja diktojnë firë, ja diktojnë bandat të katër anët të vendit. Miq që vinë do të ndëgjojnë zëri një populli që kërkon të votojë i lirë dhe që një tiran, një narkodiktator, nuk i lejon ata, por përdor të gjitha mjetet e dhunshme për të rrëmbyer votën. Ka krijuar shtetin monstër elektoral, para gjithë botës, para jush, para gjithë botës, për të shtypur vullnetin e qytetarëve. Ky është fillimi i një betejë e cila s'dalet më. Pyetja e dytë, ka ende... Pra, edhe një herë, doradorës do formulohet e gjithë strategjia, por zgjedhjet të cilat blihen në mënyrë të tillë nuk ka partoka. Të çosh zarfin me 100 euro, të falësh 2 ditë para zgjedhjeve 200 milionë, të japish licenca për mbjelljen e miliona rrëjve kanabis për votë, të aktivizosh bandat, siç është evidentuar në qytetet, t'i bën thirrje për konflikt dhe destabilizim. Por ne çështja jonë është, lufta jonë është për votë. Ne nuk mund ta imponoj kur në këtë mënyrë. Jemi forcë politike sovrane. A ka gjë më të turpshme? Shkoni shifni kutin, si në Korenë e Veriut. 99.6% vota për Partinë Socialiste nga diaspora. A mund të pranohen këto? Por të mos u thënë se ne po dokumentojmë gjithçka, jemi në proces dokumentimi. E mbyll duke shprehur një njëjtë të pakufishme për gjithë ata që kanë votuar. Dhe ftoj që të dalim zot votës lirë.
Zoti Berisha, ky proces kundërshtimi i këtij procesit zgjedhor do të jetë paralelisht me një proces të brendshëm të Partisë Demokratike për të respektuar statutin që vetë keni propozuar dhe miratuar, apo do merreni më vonë me proceset e brendshme? Tani, i nderuar zoti Myzyri, Partia Demokratike ka statutin dhe do i përmbahet asaj. Ka disa parime e prore. Dhe në këto parime e prore është vota e lirë e shqiptarëve. Kjo parti nis betejën për votë e lirë shqiptarëve. E kemi nisur, vazhdon betejën. Sepse ju jeni dishmitar, se si në mes të fushatës, një javë para zgjedhjeve, në Valencia, Edi Rama u damkos si njeri që blen vota me lek, me zarfa, blen vota me prokurime, blen vota me kanabis, blen vota me punësime. Të gjitha format e blerjes votës. A ju garantoj ju që nuk ka akt dhe gjë në botë që nuk do nërmarë për të mbajt karrigen sepse është i zhytur në krime të tmerrshme. Ka luajtur vetë me votën, me rendin, me të gjitha. Zoti Berisha, Yıldız Shuaibi, Televizioni Klan.